Luan? Pse I bje derës? Mos marrë mësysh mëre Luan, po dhëndër ko ke bo. Nuk thonë kod buri nuk bëhet dhëndër vetëm njëherë. Jo, gabim e ki Luan. Bash thojnë, njëherë po është dhëndër. S'pa ku ti. Po puna kërkon uniform të bukur, Ronxhe. Po veç luge pas ke po qëtu. Tja pison të do mu bogatja. Nuk duhet vonohem për nesër. Futja flej me to, se dhe që ashtu kur s'ke flejt me to. A disa ka që se kam vënë këtë? Që nga martesa jonë. E di. Bile po mdo këtë edhe atëherë në i kusht tjetër ta pas ka pas regullu. Po jo, duhet mësohem të regulloj vetë se pastaj të ngatroj edhe ty çdo mëngjes. Ani mirë që shdush. Veç këshyrë se po bosh në i ka syret e për ja merë mend në i kujt atje. Veshje e bën njeriu. Se nga njeriu lakuriq nuk ka dobi kur shoqëria. Si e ka thënë ai filozofi anglesa, gjermana. Ku t'ja marrë mendjen me? Po s'keme majtë veshti bibliotekën, o Luan. Bile sa e di une, shumica e atyve që punojnë në bibliotekë janë gra. E pse rregullohesh ti? Ha? Qysh pse rregullona unë? Më mirë them pse pispillosesh. Ha? Ti joshesh dikand? E tu thaft goja, tu thaft. Ti ja për një me e pote, a? Shaka e kisha më. Shaka. Ka nuk I shkon me një, o zoti ma. Po prit moj se vetëm shaka bëra. Luan, nuk bëhet hajgare me nderin tem. Po pse, me nderin tim bëhet? Ti provokove e para. Qyre tash, unë e provokusja? Eri tash, lere, hec, ndimom, se regulloj këto, te qaf shtrënguse. Qaf shtrënguse? Ka e ndjere qëto se... Nështë është pjesë e studimit ton, Luana, për shpikjen e fjallëve të reja në gjuhën shqipe, a? E, qarë ti them kësaj kravat? Ha? Po normal, kravat si këtë bota. A e di Gonxhe bota edhe ti gjithashtu se fjala kravat rrjedh nga fjala kroate. Po pra, ushtria kroate ka qenë e veshur me këto. Edhe aty e ka burimin kjo fjalë. Kroat, do me thënë krovat, s'ka kuptim, kravat. Edhe që të mësova, Luan. E po sa do jetosh, aq do mësosh. Hec rregullojës, do t'i them bushit. S'ki nevoj mi thonë bushit, po t'kallëzoj une. Unë e t'kallëzoj, ti e rregullon vetë. Hajde. E që është të mësosh. Tash pjesën e trash, që ajo është pjesa e trash. E sill rreth pjesës hull. Nonën e kundërt, Luan. Jo ashtu. Si në? Nonën e kundërt. Pjesën e trash mbi pjesën e hull. Qashtu? Tash sillën një herë rreth pjesës hull, ki kujdes me gishtat. Kështu? Qashtu një herë. Tash kaloj rreth qafës, pjesën e trash. Si rreth qafës? Pjesën e trash rreth kësaj qafurës. Këtu? Qashtu? Tash rreth nyjes kaloje. Nyja, Luan, që? Nyja. Okej. Kështu? Shumë bukur. Wow. Që, Luan, u bugati? Pas ka qenë e thjesht. Normal. Gjanat e thjeshta gjithmonë janë ma t'jashtëzakonshme, Luan. Edhe I kuptojnë vetëm ata që janë të mençur. Të faleminderit për komplimentin. S'ka pas. Kuku ka baba? O, bab, qka I tu lyp, qka I tu bo aty? Buk! A ka diçka për të ngrënë në këtë shtëpi? Ha? Shko ullu atje që unë e të vi. Hajt, mbledhi këtu. Këtë. Pas ke gjitë kravat, ha? Po ke që ke lidhë.
Luan? Ja, me kravat, ha? Pas ka qajt kravata për ti, ha? Së më marrësh më sysh. Veç një të mirë. Po bush, ma lidh të kravatë. Pa. Pa. A mësut pak? Su bot rahat ju. Landra muzikës e kam bë për menç, krejt e zbe. Leni fëmi të rato, bush. E kujt je moj biti? E Agimit dhe Lules. Nanën e ka drejtoresh bibliotekës. E bash bukur, bukur. Nuk është e mundur kja. Së është e mundur. Po mu kush më thiri në telefon? Luan, vetëm pak, Luan. A je sigurt se nëna jote është drejtoresh, mos është sekretaresh diçka, ose zëvendës drejtori? Nëna ime është drejtoresh e bibliotekës. Luan, po ti a je sigurt se tiri drejtori mos ka qenë ndonjë zëvendës drejtori? Mora ashtu prezentua? Sigurt. Po sigurt. A ti Flamura, je sigur se ki situatën kontrol, vlla? Absolutisht. Shkom ne. Pritni veç pak? Ej, shkoni ju, të lirë jeni. Nuk ka nevoj tash edhe shoqë agenti ti gjoj këto bisedat. Diçka këtu po zihet. Unë i thash me të pregatit diçka për të ngrënë. Hajt nuse, është bë gati. O, Bob, metafore Luanit ke kjo. Po nej, se s'ka lidhje e ha unë se ju rritur jam. Prit veç pak, Bob, prit veç pak. Me kënjët u full, kënjët e thirë ti, Luan. Drejtorin e bibliotekës, ka? Prej Gjermanisë më thire. Ja? Ja, ishbi. Ja. A ti kone? Kesh të marrë infarkt. Nëse vdes një ditë prej infarktit, s'kisha dash të vdes me telefon në veshë, në dorë. Po, ta njoha zonin tash, po. Jo, mendova kurse ishte shefi, më friksove pak. Po, falënderi që në thire. Dori edhe disa ditë, edhe pas taj do të kthejem, s'është problem. Falënderit shumë që më thire, ha? Hajtë, tung. Se ngre telefonin? Po? Jo. Ti Flamur, më duket ke pasar këtu me qelë një farë biznisi? Po. Po ti atje ko këshim pun hala, qysh po? Kush ta? Qush kush më tha, fule me shefin. Jo shefin, jo veç çfarë shefin, i shok ishtë. Po nuk e dija i shoki se unë kam lënë punën atje. E mor, diçka është ndodhë këtu. Trego, çka është ndodhë? Shto po du me marrë vesh. Vesh qëta. Se unë nuk jam leck, ti kush ti fshi dallaveret e ti. Nuk jam marionet, në më lëvizin sa lartë e poshtë. Nuk jam mirë. Po bojmë paranoik. Qetësohu, Luan. Jo. Nuk... Si ka mundësime? Ta detyrosh dika të kuptoj dhe të besoj ato që është e pakuptueshme. Kjo nuk është mençurim, nuk është inteligjencë. Kjo është politik. O Luan, shka kjo Luan? Ecë, u dhe qëtu pak. Absurditeti është ekstazë intelektuale. Ullu, Luan. Ullu se si e mirë. Ullu. Ullu, shko bjerë ujtë. Shpet, ujt. Qetësohu, shpet. Ashtu. Bjerë, Luan. Shtriu, ec pi pak uj, pi. Qu pi pak uj. Pi pak uj. Fatkeqësit na bëjnë të fortë. Ashtu është. Luan, nesër do të shkojmë bashkë në bibliotekë dhe do ta marrim vesh kush i ka ngatruar këtë punë. Do mirret vesh. Flamur. Boll mo Flamur, boll mo me këto fjallë.
Ku janë paret, Flamur? Kush është ndërmjetësuesi, Flamur? Kthej me njëherë paret se kjo ditë krejt Renko ka konë. Ren? Po. Do me thënë, unë jam Renci, ja? Shive kam respekt për babën dhe Luanin se ndryshe ishim marrë vesh. Që Flamur me pas vish pak respekti për babën edhe për Luanin s'na kështë prun qëti deregje. T'lut na kthej me një... Ku është puna? Ku është vendimi, Flamur? Ti me ndo se unë jam zorë për ato 3.000 euro tua? Ditën e kam maqë, ej! Heshti! Heshti të dy! Heshti! Kush ka qenë në telefon, do të miret veshtë. Se e ka numrin, apo jo? Po. Shif, deri në nesër mbrëmje, du ta mbyllni këtë punë. Paret, ja dha e mikut, Po. sherrin va paftë. Nesër nëse Luani nuk hynë në punë, nuk fillon me punë, hiq mos hajtë në shtëpi. Dhe ti mos le si qenë se të shtin zinxhir, a more vesh? E tive, ndërkaq edhe ti mos u aljovanosti ato gratë shtatzane, ha? Hajde, e qo. Hajde qo. Hajde qo, se buri ke dhënë vetë. Hej! Hajde, një gjykant përbashkët i varfri me të pasurin. iPhone. Luan. A jam në ndër? Jo, bosh, nuk je në ndër. Ta ndezi dritën. Jo, mos e ndez dritën. Ma mirë është kështu. A je sigurt? A je sigurt se nuk kemi në ndër? Po jo, bebush, mos u mërsit. Nuk je në ndër. Po, pse be o birje je qu në mes të natës? S'mu të fle. Pse? Qa ke? Ase si të më marrë gjumi. Pse? Pse be birë? Qa ke? Qa po do me thonë, ty natën asesi nuk merë gjumi, në mëngjes asesi nuk del gjumi, ha? E, babush, trupi do të fle, po kjo s'me le. Po. Jam shumë i lodhur për të ndajtë zgjuar dhe te për i shqetësuar që të mund të fle. Si e thot ai... Kush be? Nëse se s'ka rëndësi. Luan, që bire, a dush edhe ty me të dhënë dikëm ashtu profesionale? Ha? Si? Mua, si me ndonë? Ba, ashtu thash, djeu humbe krejt. Qka humbe? Pa, humbe mendjen kust ka ndodhë kështu. Bushus, se mbaj mend ta kem humb mendjen. Po kur të humb mendja, s'ka kusht ta gjej, veç mendjes. O bush, nuk jam qmend akoma. Jo, po je nisa asaj rrugës. Këtë botë të qmendur, nuk është i qmendur ai që është i qmendur. Po i qmendur është ai që nuk është i qmendur, bush.
Vetëm çmendurit e kuptojnë këtë botë, sepse ata e shohin ashtu si është, jo ashtu si do të jetë. Ashtu. Nëse vazhdojmë kështu, do të na shpallin të çmendur. Të dyve. Bush, fjalën e kam për atë punën në bibliotekë, prandaj nuk më merr gjumi. E ke brigzimit, a? Po, nesër është dita e parë në punë, ha? Ti Bush vërtet mendon se më pret ndonjë punë nesër? Luan, a je I sigurt se nuk jemi në ndër? Genti. O, Genti. A jem qut. Që baba? A jem qut. Nuk ka la fli. Eja, në gjën një zonë. Nuk në gjoj. Dikush folë. Në gjën? Po në gjoj. Qka? Sonin tontë. Së më zë gjumi je. Dhuj direkt së më zë gjumi, nuk në gjo këtë në gjo atë. Po në e babit? A ti thom Rinës? Jo. Mos I përmend kur gjo Rinës. A I ka thonë diçka dhe në tash? No, kur gjo s'ku thonë. Hiq mos I thuj. Pre kur një fesh me Rinën? Klase kam. Po harova. A të pëlqen? Gjaxhi, shoqe e kam? Te. Të pëlqen, a? Pëlqen. Jo be, se ma që ti gjumin. Genti. Ngjo. Femna nuk bën shoq asnjëherë, përveç se ose të ka simpati ose do një interes. Gjaxhi, kohët ka ndryshau, nuk ka marrë si ma para. Kohët ka ndryshau, po femnët nuk ka ndryshau. Nejse, më falë gjithë fola. Rina nuk është kategoria jote. Si me ndonë? T'kapa, e pëlqejsh, ha? O Gjaxhi, po i kote kotë, shoqe e kam? Shive, ajo është si ato mollat në majet pemës. Meshkujt frigohen t'i kapin si janë shumë naltë. Edhe I marrin që të poshtë që janë. E ato naltë trajnë kitë stila që naltë. Edhe ndodhen dhe njëherë, I kapën prima e në verenajkëna. Vendo je bon si babi kitë metafora. E se sori në ashtu o cauce. Do bëhet. Vetur po, pare po. Vazhdo në shkollën jashtë, në Londër. Po normal, cauc drejtori. Sot dërë të përshëndetet, nesër të shkoje. Vetë shko? Nuk me prindët. Deri s'ka të vendosët ataj. Me prindët? Jo se nuk I besoj flamurit. Ai ka kry punën e tij, është mundu I shkreti, po. Po sikur t'ishte ndonjë nga ata të nëntokës. Ata ndërmjetësi që s'duken, se si ka ardhë puna sot, ata flasin në emër drejtorëve. Flasin në emër gjithëve. Dhe hop, aty për aty shduke, nuk janë më, nuk I sheh. Po s'ka pas nevojë shkretit prezentohet si drejtor. A Bush si thua ti? Ha? Bush,
Bush. Mëngjesin e ketë tavolina në kuzhinë. Mos prek asgjë, shkote tavolina.